Presidenti serb Aleksandar Vučić dhe ai Republikës Srpska Milorad Dodik u takuan sot në Villa Mir të Beogradit, pas së cilës ju drejtuan publikut me deklaratë për mediat. Kur dëgjon se dikush po përgatitet për luftë, nuk mund të mos qetësohesh, tha Vučić. Kur isha për herë të fundit në Banja Luka, i kërkova Milorad Dodik dhe udhëheqjes së Republika Srpska që të ftonin udhëheqjen e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës në dialog, dhe ne morën një breshëri ofendimesh si përgjigje, shtoi presidenti serb. Vučić tha gjithashtu se në trazira që po ndodhen në të gjithë botën është e qartë se Evropa do të përpiqet të shkëputet nga SBA-t dhe se do të kundërshtoj fuqishëm Rusin dhe se duhet të tregoj forcë dhe fuqi. Në Sarajevo ata po përpiqen ta përdorin atë si një kalp trojan dhe ta çojnë Europën në lëvizje të paarsyeshme. Pas një ndryshim, ata u përpoqen ta dobësojnë Serbinë në periudhën e mëparshme, në mënyrë që ajo të mos mund të ndihmonte popullin serb në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ne respektojmë sovranitetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, por ne gjithashtu e dimë se çfarë shkruhet në marrëveshjen e Daytonit. Serbia shndron për paqen dhe ne gjithmonë do të themi paqen me çdo kusht, tha Vučić. Presidenti i Serbisë tha se nesër do të bisedojë edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Unë do të flas me Vladimir Putin nesër në orën 12. Do të diskutojmë tema nga të gjitha sferat, nga gazi, industria serbe e naftës, por edhe marrëdhëniet tona politike, dhe do t'i përcjell një mesazh nga Milorad Dodik. Do të flasë edhe me disa lider europian, megjithëse prita një ditë e gjysmë për një deklaratë të trishtueshme, në të cilën ata dënuan dhunën në përgjithësi me të gjithë serbët kundër organizatave jo qeveritare. Për çfarë lure flasin? Askush nuk është arrestuar apo ndjekur penalisht. Prokuroria ka urdhëruar vetëm që të mbledhë informacione për financat e tyre, por edhe për atë se kush dhe si shihet pas parave të pista për kryerjen e revolucioneve me ngjyra, deklaroi Vučić, duke i referuar bastisjes së autoriteteve serbe ndaj OIQ-ve në vend, që ai akuzon si nxitse të protestave për largimin e tij. Pas bisedës me Vučićin, Dodik tha se ai e informoi atë se bosnjakët nga Sarajeva duan luftë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ky konflikt lufte u frymëzua nga përpjekjet e tyre të gjata për, siç thon ata, të zgjidhin çështjen, për të eliminuar çdo serb që nuk i përshtatet projekcioneve të tyre politike dhe Republika Srpska, sa më tej Dodik, duke përsëritur se bosnjakët nuk e pranuan kurrë Daytonin, ndryshe nga Republika Srpska. Synimi i bosnjakëve, theksoi ai, ishte të jepnin një goditje vendimtare Republikës Srpska. Dodik tha gjithashtu se bosnjakët nuk kanë dashur kurrë me gjithë këmbgulljen e Republika Srpska të shënojnë kufirin ndërmjet njësive.